i Partisë Demokratike Sali Berisha i quan të papranueshme dhe të frymzuar nga propaganda e qeverisë deklaratën e Martakos për zgjedhjet e 11 majit. Sipas tij, komisionere e zgjerimit është një adhuruese pa kushte e kryeministrit Edi Rama. Për Sali Berishën, deklarata e bërë nga komisionerja për zgjerimin në BE Martakos se zgjedhjet e 11 majit ishin të lira e të ndershme, është e frymzuar nga propaganda e paguar e qeverisë. E frymzuar nga propaganda e paguar e Edi Ramës, ekstremizmi politik i majt apo dizinformimi, shkelëram ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Kritikat kryedemokrati, sikurse u edhe ndaj ambasadorit të BE-s në Shqipëri Silvio Gonzato. Për të përcjell propagandën e Edi Ramës, ju thot deputetëve të Parlamentit Evropian, kryetari i Partisë Demokratike nuk është pro-prendimor, masi agenda e tij është manga dhe jo integrimi. Pas mashtrimit tjetër se Kris Lasivita ka sjell këtu çekun 9 miliard eurosh në rast se fiton Shqipëria për të shkëputur nga Bashkimi Evropian. Ky është një trillim, një mashtrim. Si kundër në protestën e të hënës edhe në konferencën me gazetarët. Berisha u ndal tek rezoluta e miratuar në Asamblenë e CDI-s në Brazil, ku dënohen sipas tij lidhjet e qeverisë me bandat dhe kartelet e drogës. Pa veprim të menjëhershëm korrigjues, Shqipëria rezulton të kthehet në një stret përhershme për krimin organizuar, kapitalin e paligjshëm dhe qeverisjen autoritare brenda kufive të Europës. Zgjedhja si zëvendës presidenti i CDI-s për Berishën është një mundësi që do ta shfrytëzojë për të rikthyer demokratët në pushtet.